Zgjerimi i shpejtë i turizmit po krijon një treg gjithnjë më të madh për ushqimet, por prodhimi i vendas nuk po arrin ta shfrytëzojë në të njëjtën mas këtë kërkesë. Përfituesit kryesor po rezultojnë importuesit. Në 7 muajt e vitit 2026, Shqipëria importoi rreth 606.004 ton produkte ushqimore nga 537.004 ton në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sasia importuar u zgjerua me rreth 69.000 ton ose 12.8% sipas të dhënave të tregtisë jashtme. Rritja ishte përhapur në pjesën më të madhe të grup mallrave nga 20 grupet kryesore të ushqimeve dhe produkteve bujqësore, 16 shënuan shtim të sasive të importuara. Të dhënat tregojnë se rritja e kërkesës nga turizmi, restorantet dhe strukturat akomoduese nuk po shoqërohet me një zgjerim të mjaftueshëm të prodhimit vendas. Në vend që kërkesa e re të kthehet në më shumë shitje për fermat shqiptare, një pjesë gjithnjë më e madhe e saj po plotësohet nga jashtë. Ky zhvillim po ndodh në një kohë kur aktiviteti turistik vijon të zgjerohet. Në qershor 2026, numri i vizitorëve të akomoduar në strukturat turistike u rrit me 17%, krahasuar me një vit më parë. Vizitorët jo rezident u shtuan me 20.6%, ndërsa net qëndrimet e tyre me 9.2% sipas Instat. Në 6 muajt e parë të vitit në Shqipëri hyn rreth 5.1 milion shtetas të huaj, 6.2% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Megjithse hyrjet nuk përfaqësojnë vetëm turistë, ato tregojnë rritjen e popullsisë së përkohshme që konsumon në vend, veçanërisht gjatë sezonit veror.